Në episodin e radhës kam të ftuar një aktore të re kosovare e cila ka spikatur për rolin e saj në filmin Virgjëresha Shqiptare. Ajo nuk është vetëm një aktore, mund të themi që është një artiste shumë dimensionale. Por për më tepër, ju ftoj të ndiqni bashkëbisedimin tonë. Mirë se vjen në podcast Rina Krasniqi. Shumë faleminderit për ftesën e dashur, është kënaqësi. Shumë faleminderit ty, Rina. Duhet të jemi sinqert, ti je flutura e parë, pra je vajza e parë nga të gjitha aktorët dhe regjisorët që më kanë ardhur deri tani në podcast, po jam e sigurt që nuk je e fundit. Faleminderit shumë, po ndihem jashtëzakonisht e privilegjuar që të jem e para dhe ta hap rrugën për të gjitha të tjerat pas meje që do vinë. Faleminderit shumë, është kënaqësi definitivisht. Edhe unë mezi po pres, le të themi që me pranverën do vinë edhe fluturat e tjera, kështu që mirë se vjen sërish. Shumë faleminderit. Dua ta nis pak nga fillimet e tua, ose më mirë të them, unë di që ti ke hyrë ose ke thithur ajër artistik qysh në fëmijëri. Dhe madje ke qenë që e vogël e përfshirë në art, por në një formë tjetër. Ti këndoje dikur. Si ndodhi që tani më je një aktore, zgjodhe kinematografinë? Unë kam qenë gjithmonë si prej kur kam qenë fëmijë, jam rritur dhe jam lindur në një familje artistike dhe kulturore dhe rrjedhimisht kam qenë gjithmonë e ushqyer dhe suportuar me të gjitha gamën dhe gjitha spektret e artit dhe kulturës nga dy prindrit e mi, sidomos nga nana, dhe në këtë mënyrë rrjedhimisht që e vogël, prej kur kam qenë madje edhe 11 muajshe, edhe 1 vjeçare, unë kam qenë gjithmonë në teatr, kam parë filma të ndryshëm dhe gjithmonë e kam thithur atë ushqimin më të mirë shpirtëror i cili është arti dhe kultura. Dhe pastaj rrjedhimisht nga kjo, gjithmonë kam marrur pjesë në evente të ndryshme kulturore dhe artistike dhe muzikore, ku pastaj edhe në moshën 4 vjeçare kemi kënduar së bashku me motrën himnin e ashtu quajtur të fëmijëve, këngën e njohur Daba Daba, e cila ka bërë një bujë jashtëzakonisht të madhe në vend, në rajon dhe më gjerë, dhe nga aty kanë qenë hapat e parë në skenat e mëdha, ku ka marrur pjesë, dhe pastaj në mënyrë kronologjike gjatë rritjes dhe përsosjes time personale, kulturore dhe artistike, por qoftë ato edhe si njeri. Pastaj gjitha gjëra tjera lidhen njëra me tjetrën edhe nuk besoj që asgjë është e rastësishme. Dhe kështu që në një pikë të caktuar ditës, pas shumë pjesëmarrjeve në evente kulturore, në festivale të ndryshme të njohura vendore, por edhe internacionale, pastaj jam fokusuar më shumë në profesionin e aktrimit, se aktore, me qenë se është, unë mendoj të paktën, një fushë shumë e ndërlikuar, por shumë e bujshme, shumë e pasur, e cila i ngërthen në vetvete dojmos të gjitha fushat dhe spektret tjera të artit dhe të kulturës, e ngërthen në vetvete muzikën, pikturën, vallëzimin, këndimin e më gjërë. Dhe si e tillë është një disiplinë jashtëzakonisht e vështirë dhe kështu pastaj njëra gjë e ka lidhur tjetrën dhe ja ku jemi. E vështirë, po komplekse, siç e thua, kështu që i ka përfshirë pak a shumë ato që ke dashur të shprehesh. Edhe bën shumë sens, Rina. Megjithatë, unë tani dua të fokusoj, se aty e kemi dhe fokusin si aktore, apo jo, sepse kjo është edhe qëllimi i këtij podcasti. Mora vesh së fundmi që për arsye të projekteve që ke patur, e ke ndarë jetën tënde midis Prishtinës dhe Belgjikës. Mirë se erdhe në shtëpi. Po. Si ka qenë, ke qenë në Belgjik, dua të them, edhe a vazhdon të ndash jetën midis Prishtinës, Belgjikës, je duke bërë. Absolutisht, po, gjithmonë ndaj jetën time personale dhe ato profesionale në mes të Kosovës dhe në mes Belgjikës. Belgjika më shumë për arsye profesionale, për shkak se është një vend i ekspozuar më shumë në Evropë, dhe se atile kam shumë më të lehtë qasjen kur kam projekte të ndryshme apo xhirime në vende europiane, qoftë ajo në Gjermani, në Francë, në Angli, në Belgjikë etj. Pra ma mundëson që të kem qasje shumë të lehtë me regjisorët dhe regjisorët të ndryshëm në projekte të ndryshme,
por edhe është një vend jashtëzakonisht i bukur. Ndërkohë që Kosova është gjithmonë konaku, është shtëpia ime, është zemra ime, këtu i kam njerëzit e mi, e kemi projekte të ndryshme dhe të tjera këtu dhe gjithmonë është ai brumi familjar, të cilën desha apo nuk deshe, nuk mundesh asnjëherë të i largohesh, kështu që në një mënyrë ose në një tjetrën gjithmonë do të kthehesh. Për momentin, për shembull, jam në Prishtinë, sepse i kam dy projekte të reja të cilët po presim të fillojmë dhe i kam mbaruar të tjerat në gjatë muajit, domethënë të vitit të kaluar prej muajit tetor deri në muajin dhjetor. Dhe pastaj sërish do të kthehem në Belgjik, pastaj nga Belgjika do të shkoj në Kanadë, në Vancouver, kështu që ne gjithmonë jemi kaotik në sensin e udhëtimeve, në sensin e një jete shumë dinamike, një jetë që zgjon një kërshëri shumë të madhe, por që mua më jep një përmbushje jashtëzakonisht të madhe shpirtërore dhe un kam dëshirë të lulëzoj në këtë kaosin në kaosin profesional të udhëtimeve dhe të përgjegjësive të ndryshme të cilat vijnë. Kështu që kjo është. Kam përshtypjen pikërisht siç thua dhe ti që është një kaos i ëmbël, një kaos që të përmbush të pëlqen në fund të ditës edhe është tamam si një ushqim apo jo? Absolutisht, po, absolutisht. Ne të paktën artistët, aktorët, apo çfarëdo fushë profesioni tjetër, por veçanërisht aktorët, ne kemi gjithmonë nevojë që të jemi aty ku nuk ndihemi rehat, sepse aty fillon puna e mirëfill dhe puna e vërtet. Jashtë komfort zonës. Jashtë komfort zonës, sa më larg komfort zonës, qoftë ajo në aspektin e udhëtimeve, qoftë në aspektin e roleve apo karaktereve që i ndërtojmë. Dhe gjitha këto gjëra të cilat do me thonë lidhen me njëra tjetrën në mënyrë zinxhirore dhe pastaj bëjmë buj apo sjellin në jetë në një fryt jashtëzakonisht të bukur, të kompletuar profesional. Kështu që kjo për mua është ushqimi im, është motivimi im dhe forca e cila më shtyn përpara gjithmonë. Do thënë, për ty kjo po themi pyetja e tipit a është e vështirë të bësh aktoren, a ka krizë për filma apo qëndron, nuk qëndron, apo ti je në moment mjaft e shpërblyer? Unë mendoj që kjo pyetje gjithmonë është subjektive, varësisht nga njerëzit e ndryshëm, varësisht nga individët e ndryshëm dhe në mënyrën se si ata e trajtojnë karrierën e tyre, se sa kanë motivim dhe sa kanë ambicie që të shkojnë dhe t'i marrin dhe t'i arrijnë gjërat të cilat i duan në jetë. Nuk mendoj që asnjë punë e mirëfill dhe asnjë masterpiece, ta quajmë, nuk ka arritur tek njerëzit të cilët rrinë dhe presin gjërat që t'ju ndodhen. Rrinë dhe presin nga fuqitë e mëdha, nga universi apo nga Zoti që t'ju vinë. Mendoj që kjo është një zinxhir i motivit dhe punës mirëfill, por edhe talentit. Pra këto dy gjëra shkojnë në përqindje 50-50. Sigurisht që njerëzit të cilët ndoshta nuk e kanë një talent shumë zhvilluar apo shumë të ushqyer, ndonjëherë me punë të vazhdueshme dhe me kërshëri të vazhdueshme arrin në pozicione të cilat ndoshta një njeri talentuar, por që i mungon disiplina, nuk mundet t'i arrijë. Pra mendoj që është shumë kruciale dhe shumë e domosdoshme që një artist, një artiste, një aktore, t'i ketë këto parime të cilat duhet të jenë parime kruciale në vetveten e tyre në mënyrë që ata të shkojnë përpara. Kështu që unë mendoj që asnjë lloj arritje apo manifestim apo çmime të cilat i kanë fituar, jo vetëm unë, por edhe filmat e mi kanë ardhur në mënyrë të rastësishme, kanë ardhur nga një punë jashtëzakonisht e vështirë, me një forcë shumë të madhe shpirtërore dhe shumë të madhe profesioniste dhe me një motiv dhe ambicie të vazhdueshme. Dhe mendoj që një njeri i cili ka persistencë të domosdoshme, të njëpasnjëshme, gjithmonë do t'i hap rrugë vetvetes dhe pastaj do të vinë gjërat edhe shumë më lehtë në jetë, edhe oportunitetet, mundësi do të vinë shumë më lehtë dhe pastaj ato vazhdojnë. Me pak fjalë Rina, po thuaj që edhe nga njëra anë fati të ndihmon, po edhe duhet ta ndihmosh ti fatin që të gjej, apo jo? Unë mendoj që fati nuk është një gjë e rastishme, po fati mund të ndodhë një herë, dy herë në jetë, por fati vjen te njerëzit të cilët janë të përgatitur. Ti përgatitesh gjithë jetën tënde që në momentin kur fati të troketet në derë, ti të jesh e përgatitur që të dish saktësisht si të sillesh me atë mundësi e cila vjen në formë të fatit.
Prandaj, mund me ndoj në mënyrë shumë racionale dhe në mënyrë shumë logjike, por edhe shpirtërore për këto gjëra. Për shembull, unë kam një intuitë jashtëzakonisht të madhe dhe i tërheqi ndaj vetes time fatin apo mundësitë, por siç e thash, është shumë e rëndësishme që në momentin kur fati të troket në derë dhe mundësitë të vinë në derë, ti të jesh e gatshme. Ti të vjesh me shpata në duar, të jesh e gatshme ta fitosh luftën dhe të tregosh që je fitimtare dhe e meriton me meritokraci pozicionin në të cilin je në aspektin profesional. Tani, ti e the një çik që fakti që vjen edhe në Belgjik, që nuk është vetëm sa duket zemra e Europës, por edhe zemra jote. Këto postimet, ke patur projekte apo jo? Me sa di unë edhe me një projekt të BBC-s, e keni mbaruar, Yes. të mbaruar zgjerimet aty? Po, kë është deri më tani projekti më i madh të cilin e kam pasur, të cilin e kam përfunduar. Faleminderit që çekja zakonisht të informuar. Kemi xhiruar në verën e kaluar, gjatë gjithë verës. Është një projekt jashtëzakonisht i madh për BBC-n, i cili ka titullin Bookish. Marrin pjesë. Jo, nuk po them shumë detaje, po tregoj vetëm titullin, me qenë se titulli dhe informacionet e para janë në platformat në Google dhe në platformat botërore. Mirë, po detajet nuk mundem t'i tregoj, sepse janë shumë specifike, shumë unike, po do ta mbaj në mend që në momentin, domethënë, kur të bahet fundi muajit prill, pastaj ti të djesh para që do ta marrësh vesh gjitha detajet kryesore. Është një projekt të cilën marrin pjesë aktorë të nivelit hollywoodian, të cilët vinë nga gjithë bota, nga gjithë rajonet e botës, sidomos nga Anglia. Është një projekt në cilin gjithashtu e kam fituar me një audicion shumë të madh, pra nuk ka qenë e rastishme apo nuk ka qenë ofruar në kafene, ta themi kështu në mënyrë të kushtëzuar. Se është shumë e rëndësishme të japi mesazh se si funksionon kinematografia, se si duhet jenë ato, se si bëhen në mënyrë transparente. Absolutisht. Jo, sepse njerëzit shumë shpesh mendojnë që kur e ke bumin e parë, pastaj mendojnë që non-stop ty të vinë ofertë apo apo të vinë njerëzit të cilët të marrin ty direkt në projekte internacionale, qofshin ato dhe vendore, por që kështu nuk funksionon, qoftë në Hollywood, qoftë në Evropë, edhe nëse je aktore se aktore kategorisë A, gjithmonë ke me ba audicione. Gjithmonë njerëzit do ta shohin se a je e denj ose i denj për rolin e duhur. Dhe në atë mënyrë ti gjithmonë e promovon edhe talentin tënd dhe tregon aftësitë tua. Por pastaj ka edhe projekte të cilët saktësisht regjisori se regjisorja e din çka duan nga një karakter dhe të ftojnë në mënyrë direkte. Në këtë rast, sigurisht që ka qenë audicion i madh internacional, të cilin edhe ata e kam tërhequr shumë dhe kam në mënyrë të vazhdueshme kam punuar dhe pastaj e kam fituar sepse ju ka pëlqyer shumë, sepse e luaj një royalty Albanian, të cilën do ta tregoj më vonë kush është dhe çka është dhe për çka bëhet fjalë. Por që jam shumë e lumtur dhe shumë e privilegjuar sepse edhe një herë po i baj në derë, ta themi kushtimisht, një pjesë të historisë tonë shqiptare dhe një aktore shqiptare e para e cila luan me një cast të tillë internacionale dhe hollywoodiane, dhe është jashtëzakonisht ka qenë një për eksperiencave ma të bukura të jetës time, cilën e kam bërë me shumë dashuri. Dhe kështu e kemi përfunduar, tani mendis po presim që të dali lajmi i parë, bum, dhe pastaj kështu. E sa i përket castingu, do me thënë mënyrës, unë mendoj që është shumë e drejtë, kështu duhet të jetë, apo jo? Absolutisht. Është mënyra më e mirë, apo jo? Sepse siç e the dhe ti, po dhe siç e din të gjithë, aktor ka shumë, ka dhe shumë të mirë, po mirë është që të bëhet një konkurim i ndershëm dhe aty pastaj të fitoj. Kjo është edhe për ty besoj një kënaqësi e madhe, sepse shikoj. Absolutisht. Apo jo? Absolutisht. Për mua është gjithmonë rritje. Është gjithmonë edhe fazat e audicioneve janë jashtëzakonisht të bukura, sepse aty ti i shfaq gjitha kapacitetet tua dhe gamën e tënde të ngjyrave të ndryshme, cilën e shfaq në sfond para jurisë përgjithëse, para casting agentave, para regjisorëve të tjerë, dhe është mendoj që është shumë e domosdoshme
nuk e di nëse ka aktor të tillë cilët vetëm presin e kanë bërë një punë dhe pastaj presin që ti marrin. Nuk ndodh ashtu në jetë gjithmonë e mësojmë dhe rritemi dhe zhvillohemi duke i bërë këto gjëra për profesionin tonë. Dhe Duke është shumë e natyrshme. konkuruar, duke Pa bërë konkurrencë absolutisht. e ndershme. Kështu që dy fish Dëgjon. për ty, Po. bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E bukra është që kur të kesh projekte të cilat kanë bërë bum në mënyrë internacionale, projekte dhe filma të cilat kanë fituar çmime ndërkombëtare në cilat festivale të kategorisë A, B të tjera që kanë shkuar. Dhe pastaj kjo hap rrugë për ty, është një kartë vizitë shumë e madhe për ty dhe krijon një network jashtëzakonisht të madh të njerëzve të kinastëve, jashtëzakonisht serioz dhe jashtëzakonisht me potencë të madhe botërore dhe krijon network të atill që ti shfaqesh në botë. Kjo është e rëndësishme që ti shfrytëzosh këtë networking, këtë lidhje të cilën e bën me njerëzit në mënyrë që pastaj të mundohet dhe të mundesh të lulëzosh edhe më shumë në gjithë botën, jo vetëm në vendin tënd, dhe ti bësh ndërë dhe vendin tënd dhe ti tregosh, ti japësh një motiv edhe gjeneratave të cilat mendojnë ndoshta që kanë ngërçe të ndryshme ose mendojnë që nuk kanë mundësi të ndryshme. Unë mendoj që nëse ke vizionin dhe ambicien e caktuar, çdo gjë në jetë mundesh të arrish. Jam shumë dakord në mesazhin që jep, e përsëris, bravo përsëris, sepse siç e the, jo vetëm për ty që është një test, po është edhe një krenari për ne dhe mezi presim që të shfaqet, që të shikojmë për çfarë bëhet fjalë, sepse u kuptua që është një projekt shumë i madh. Unë do ta sjell tani një çik aty ku të njohim ne, akoma, publiku shqiptar, para se të na bësh ndërkombëtare. Pra, ti ke luajtur Luanën, filmin Vygjëresha shqiptare me regji të Bujar Alimanit. Sigurisht, për ata që kanë parë filmin, ndoshta e kanë edhe të qartë temën, po bëhet fjalë për një burrnesh. Pra, Luana refuzon, po themi, burrin e përzgjedhur për të dhe zgjedh të bëhet një burrnesh. Sepse këtu hyn edhe kanuni, hyn të gjitha ato traditat e lashta mesetare shqiptare e të tjera. Ky film është shfaqur, ka patur sukses, ka fituar çmime nëpër festivale të ndryshme, madje së fundmi mbaj mend që e pash që u shfaq edhe në kanalin e mirënjohur Arte France. Domethënë është një film që meriton. Unë doja të pyesja për diçka. Si mendon ti, ndërkohë që ke luajtur këtë rol, a gjetë ndonjë gjë të përbashkët me Luanën, me personazhin kryesor në këtë film? A kishe ti ndonjë gjë që të parafronte me të? Unë gjithmonë në çdo lloj personazhi të cilin, karakter të cilin e ndërtoj, do e mos deshe nuk deshe do ta sjellësh një anë tënde, një frymë tënde të brendshme dikur me atë karakter. Sepse në fund të ditës ne japim jetë këtyre karaktereve. Çka unë gjej dhe kam gjetur të përbashkët me karakterin e Luanës është aspekti i rebeles. Aspekti i një vajze e cila ka një vullnet të jashtëzakonshëm për jetën dhe për drejtësinë, për atë që ajo mendon që është e drejtë, një vajzë e cila nuk ka qenë konform rregullave të paracaktuara të shoqërisë, të cilat e cungojnë rritjen dhe zhvillimin intelektual të një gruaje, por që ajo gjithmonë ka dashur të mësoj të shkruaj, të mësoj të lexoj, të mësoj të kaloroj, pra të bëj gjëra në kontekstin e barazisë sociale dhe shoqërore. Dhe ky aspekt i saj jashtëzakonisht e kam dashuruar shumë sepse ajo asnjëherë nuk ka qenë konform rregullave të cilat kanë qenë shumë cunguese, shumë degraduese dhe shumë denigruese. Pra gjithmonë ka tentuar të bëjë atë që ajo është e drejtë dhe në fund ka sjell një drejtësi të cilën ndoshta po flasim në kuadër të filmit, të stories të rrëfimit, ka sjellur një drejtësi të cilën as burrat dhe karakteret e mashkujve në film nuk e kanë bërë. Në fund e ka bërë kjo. Sepse nuk është një karakter e cila përkufizohet vetëm në kontekstin që ka dashur t'i ikë një martesë pa dëshiruar dhe është bërë burrnesh. Ka shumë elemente të ndërthurura në brendësi të saj të cilat ajo i kalon. Pikë së pari është edhe tema e
e përdhunimit, është tema e kanunit, është tema e martesës të padëshiruar, është tema që e gjakmaris dhe hakmaris, që ta sjellën derën e familjes në vend, derën e babas të saj në vend. Pastaj se si ajo e ndalon procesin e gjakmarjeve mes familjeve të ndryshme, në mënyrë që gjeneratat e ashme të mos i vuajnë këto tendenca të cilat janë kogja mesjetare dhe ndoshta nuk i bajnë mira askujt, por që në anën tjetër merr elemente të mira nga kanuni. Pra, gjithmonë i bjen në pak këto parimet e dy anshme të bardhës dhe të zezës, të mirës dhe të keqës, të bukurës dhe asaj të tmerrshmes. Dhe në këtë kontekst ajo nuk është vetëm një grua e cila vendos të bëhet burrnesh për arsye se dëshiron të jetë burr. Përkundrazi, është një grua e cila është shumë feminine, dhe fatkeqësitë e jetës dhe fatkeqësitë e rajonit të tillë në një vend malsor dhe në një vend shumë patriarkal, kontekst patriarkal, e shtyejnë që të merr një veprim jashtëzakonisht ekstrem, por që është veprimi i vetëm i mundshëm që ajo në mënyrë që ta sjellë të drejtën në vend dhe të jetojë një jetë të barabartë me të gjithë të tjerët. Pra kjo është edhe esenca dhe thelbi. Dhe mbi të gjitha, ky film është një histori dashurie. Është një histori dashurie e pamundur. Kështu që ka shumë dhe shumë elemente që ngërthejnë në vetvete filmin dhe mendoj dhe di sakt, kjo është edhe arsye pse ka pasur sukses jashtëzakonisht të madh internacional, sepse pikë së pari edhe kultura të ndryshme në shtete të ndryshme të Evropës, por edhe në Amerikë për shembull në Boston kur e kemi pasur në festivalin Noli, kam parë një kulturë tjetër shqiptare dhe kanë mësuar elemente të kulturës shqiptare të cilët nuk i kanë ditur më parë, cilat janë shumë egzotike, cilat janë të papara më herët, të babëra më herët, por kanë marrur edhe elementin e një historie dashurie, etj, 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 etj. Pra është shumë i kompletuar si film dhe për një periudhë 2 orëshe të bombardon gjithë kohën me informata të ndryshme, por edhe me lojë të shkëlqyeshme të gjithë kastën së aktorëve. Dhe falenderoj Bujarin shumë për një punë fantastike që ka bërë regjisoriale, si dhe producentin e filmit Anitën e Shanën, dhe të gjithë unë i kam jashtëzakonisht afër zemrës të gjithë ekipin filmik. Madje po ta tregoj edhe një gjë që është shumë e bukur. Në serialin e BBC-s që e kemi xhiruar në mes të Anglisë dhe të Belgjikës, shumica e pjesës të ekipeve tjera që kanë marrur pjesë aty në departamente tjera kanë qenë njerëz që kanë punuar edhe në Albanian Virgin. Pra gjithë ekipa belge dhe shumica kanë qenë të njëjtit miq dhe kolegë që kanë punuar në Albanian Virgin dhe kur më kanë parë kemi qenë jashtëzakonisht të lidhur dhe të lumtur që po punojmë sërish. Pas ka që një koincidencë me të vërtet shumë e bukur. Po nëse do të pyesja për shembull, pse regjisori Bujar Alimani zgjodhi pikërisht ty për këtë rol? Ti e ke një përgjigje? E kam një përgjigje sepse ja ka marrur zemrën me një herë. Dhe ai e din. Jo, ka qenë, edhe kjo ka qenë një proces jashtëzakonisht i ndërlikuar i audicionit. Kanë marrur pjesë më shumë se 300 njerëz. Dhe kjo duhem ta përmend këtë fakt, kanë qenë 2 rrethe, rrethi i parë në Prishtinë dhe pastaj rrethi i dytë më i ngushtë me aktorë më të ngushtë në Tiranë. Pra kam shkuar 2 herë në audicion. Ka pasur ato pastaj janë histori pas historish, por që e mbaj më herën e parë kur kam hyrë në audicion, pasi që ishin lodhur gjithë ditën Bujari dhe ekipat e tjerë, dhe ju thash, a jeni lodh, a jeni mirë, a ju ka pyet dikush a jeni lodh, a jeni mirë, dhe ai që ngeli kështu, dhe pastaj, po, jo, dhe pastaj gjatë audicionit më ka thënë edhe Bujari, a ke problem ti presësh flokët, unë ja bësha jo, a dën tani apo me një herë? Në pasaj sigurisht edhe tekstin që kemi bërë dhe në rrethet tjera dhe ka pa shumë, mund të them atë forcën time dhe atë urin time dhe energjin time shumë potente të tipit që nëse unë nuk e luaj këtë nuk do ta luaj askush, sepse unë do t'jem burnesha dhe pik. Por, do me thonë, në këtë kontekst Bujari është shumë vizionar. Dhe zbashku edhe me producentin e filmit, sepse kam parë një vajzë shumë të re, unë kam qenë 21 vjeç atëherë, sapo e diplomuar nga Akademia e Arteve dhe kam pa atë zjarrin e brendshëm i cili është
ju ka dashur këtyre që ta ke në film. Dhe kjo është të jesh regjisor dhe kinaz jashtëzakonisht vizionar që e din çka don nga projekti yt. Ndonjëherë ka aktorë që janë shumë të komplektuar, po ndoshta nuk e kanë atë zjarrin e brendshëm i cili ty të spikat në momentin e parë ajo kimia kur takohesh me një aktore. Kështu që e falenderoj shumë. Ai ka parë energjinë tënde, ka parë atë vrrullin që ti shfaq, po njëkohësisht Po, ka parë edhe ato elementet që i duheshin për që një burnesh. po. Si e menaxhon konkurrencën me kolegët? Si menaxhon konkurrencën përgjithësi? Unë e shoh si një gjë shumë të shëndetshme. Konkurenca është një friksion i cili duhet të jetë pjesë e industrisë tonë, por edhe gjithë industritë tjera në mënyrë që të t'i ndezë motorët e punës dhe të tregohesh më e mirë, më e fortë. Por që unë mendoj që një njeri i cili është i kompletuar, i cili ndihet shumë qetë dhe shumë mirë në lëkurën e tyre, në mendësinë e tyre, në shpirtin e tyre, e din që atë që ajo se ajo e posedon, personi tjetër nuk e ka. Dhe atë që personi tjetër e posedon, ti nuk e ke. Por gjithmonë është ajo shtysa për të bërë më mirë, për të mësuar më shumë dhe për të kompletuar më shumë. Prandaj, kur gjithë së bashku bëhet një lloj simfonie, e cila dirigjohet nga dirigjenti quajtur regjisor në film apo në teatr, bëhet një diçka fantastike, një fenomen, sepse të gjithë hedhin melmesat e tyre në një torte të madhe apo në një gjellë të madhe dhe pastaj bëhet një diçka fantastike, e cila krijohet nga gjitha këto energji që bashkohen. Por që do e mos, konkurenca është një gjë shumë e shëndetshme. Njerëzit të cilët i largohen konkurencës apo ndjejnë në grada të ndryshme të kanë xhelozi të ndryshme ose mund të kenë komplekse të inferioritetit. Mendoj që është një sëmundje e cilën njerëzit duhet ta kalojnë duke ushqyer gjëra më pozitive ndaj vetvetes tyre dhe duke u rrethuar nga njerëz të cilët ata i ngrisin në nivel. Pra, unë për veten time gjithmonë tentoj që të rrethohem me profesionistë të cilët mu më inspirojnë që të ngrihem edhe më shumë dhe të arrij aty ku dua edhe më shumë. Jo me njerëz të cilët mund të jenë në nivele të ndryshme, të cilat edhe ty mund të ta ulin vetbesimin apo të shtyejnë të ndihesh në mënyra të pakënaqshme. Kështu që mendoj që kjo është një gjë shumë e rëndësishme për të gjithë aktorët dhe në fund ditës ta dua njëri tjetrin, sepse gjithku në botë, edhe në Hollywood, edhe kudo që të jesh, aktorët e kanë respekt për njëri tjetrin dhe duan shumë njëri tjetrin. Pra është një profesion aq i pastër dhe aq i denjë dhe kërkon një pastërsi, një qiltërsi shpirtërore aq të madhe sepse kjo duhet të jetë esenca e dashurisë, të duam njëri tjetrin, të mësojmë nga njëri tjetri. Edhe ky është një mesazh shumë i mirë se me pak fjalë ti po thuaj që zgjedh të bashkëpunosh dhe të marrësh më të mirën se sa të hysh në konkurrencë dhe në ato xhelozira. Kështu duhet të jetë kudo më pak, aq më tepër në art, akoma më mirë nëse do të jetë kështu. Çfarë mendon në përgjithësi për artin shqiptar? Ti je kritike në sa di unë. Gjitha fushat, çik këtu kinematografin, po edhe muzikën. Çfarë mendon? Mendoj që ka talenta të jashtëzakonshëm, ka shumë talenta të cilët ka një forcë shumë të madhe të brendshme të krijimtarisë të mirëfillt. Mendoj që kushtet nuk janë aq të pjekura mirë dhe të servuara mirë në mënyrë që gjithë ky art dhe gjithë këta artistë të zhvillohen dhe të ndjehen mirë në totalitetin e tyre. Mendoj që këto kushte duhet të rriten dhe duhet ta suportojnë njëri tjetrin në vend se të mundohen të marrin diçka vetëm për veten e tyre dhe pastaj të tjerët të bëjnë çfarë të dojnë, sepse në fund të ditës jemi një popull shumë i vogël, por që kemi zemër shumë të madhe dhe bëjmë bujë ndërkombëtare në gjithë botën. Talentet shqiptare, talentet kosovare, qoftë në art, në kulturë, në muzikë, në këndim, në aktrim, në çfarë edhe në sport, vlen të përmendet, ne bëjmë bujë kudo që shkojmë në botë, sepse ta atill jemi. Jemi një kulturë shumë e pasur, shumë shpirtërore, të cilët kemi kaluar shumë etapa dhe të rënda historike, por që gjithmonë kemi mbetur të bashkuar dhe gjithmonë kemi mbetur duke suportuar njëri tjetrin, duke ruajtur parimet dhe normat e kulturës sonë, të traditave tona dhe mendoj që asgjë nuk është e rastishme. Por unë jam jashtëzakonisht e lumtur për të gjithë dhe jam shumë krenare që jam shqiptare dhe që e reprezentoj vendin tim në gjithë botën.
Ke ndonjë këshill ose çfarë do të duhej që të ndryshohej, të përmirësohej në kinematografinë shqiptare në përgjithësi? Mendoj që në kinematografinë shqiptare, ajo që duhet të ndryshoj në mënyrë të drejtë për drejtë dhe kruciale është financimi dhe suportimi, si që thash edhe më herët, i po këtyre projekteve, sepse kur filmografia jonë e vendit tonë korë suksese botërore, internacionale, sidomos për shembull kinematografia kosovare, filmat të cilët kanë shkuar në Oscar, filmat të cilët e kanë vërë Kosovën, por edhe Shqipërinë në hartat botërore, të gjithë kanë dëshirë pastaj që të jenë pjesë e suksesit, tavolinave të suksesit dhe atyre të duartrokitjes, por që këto duartrokitje dhe këto arritje përveç që e mbushin shpirtin e artistit, duhet edhe diçka tjetër e cila i suporton ata në mënyrë që të vazhdojnë dhe ta bëjnë pasionin dhe punën e tyre përgjithmonë. Dhe është viti 2025, mendoj që kushtet janë të pjekura mjaftueshëm deri më tani që të suportohet në këtë mënyrë, jo vetëm kinematografia shqiptare, por edhe gjitha sferat e tjera të artit, sepse ambasadori më i mirë i një vendi dhe një shteti është arti, kultura dhe sporti, dhe jo profesione tjera. Ato vetëm merren me manovrime të ndryshme. Kështu që në këtë sferë duhet të suportohen gjithë kinastët, gjithë aktorët, në mënyrë që ata të mos ndihen të fyer, të mos ndihen të indinjuar, të mos ndihen të degraduar dhe ta hupin të demoralizohen nga fakti që nuk ka kushte të pjekura mjaftueshëm dhe që njerëzit nuk e suportojnë njëri tjetrin për shkak të elementeve të ndryshme, por në mënyrë që këta të vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre pa pasur nevojë që të gjejnë mundësi në profesionet të tjera apo në punët e tjera. Dhe duhet të mbahet morali artistik gjithmonë lart, sepse këtë moral artistik dhe kulturore kemi mbajtur edhe në kohë të luftrave, të okupimeve, e lërë më tani që gëzojmë një liri shumë të madhe dhe korrim suksesit gjithandej në botë. Pra dhe jemi një popull i vogël, se ne nuk e bëjmë ta për njëri tjetrin, nuk e di se kush do ta bëj për neve. Sepse mundësit janë aty dhe besoj që kjo duhet të ndodhë. Po thuaj që duhet të jenë artist, po edhe me dinjitet, dhe me Absolutisht, absolutisht. Mund të bëjnë më të mirën e tyre. Absolutisht. Nëse do të bëj një pyetje të fundit për mbledhse, a ka Rina ndonjë dëshirë ose ëndër mbi të cilën ajo po punon, që mund të arrihet? Kjo është ideja, jo thjesht ato ëndrat që janë aty, dhe nëse mund të thuhet, ke ndonjë ëndër ose dëshirë të madhe që do të realizosh? Unë kam gjithmonë ëndra dhe dëshira dhe gjithmonë punoj drejt tyre. Shumicën e tyre i kam mbritur, pjesa tjetër janë progress, do të thonë janë në proces e sipër, të cilat do të bëhen edhe në sferën e muzikës, edhe në sferën e filmave, edhe në sferën e serialeve. Unë gjithmonë do të rri aty në konakun tim artistik shpirtëror, në këto gjëra që më kompletojnë, dhe sigurisht që në një pikë të caktuar do të më rri edhe në pozita që t'ja u bëj më të lehtë edhe gjeneratave tjera dhe të ndihmoj edhe njerëzit tjerë. Por sigurisht gjithmonë duhet fillimisht të nisësh nga vetvetja dhe ta hapësh rrugën e parë dhe pastaj të vinë edhe tjerë. Kështu që po, ka ëndra shumë, ka projekte shumë e shumë, kemi përfunduar përveç edhe projektit BBC-s edhe 2 projekte tjera shqiptare, përveç asaj tash po e pres edhe një projekt tjetër me një regjisor norvegjez. Kështu që ëndrat janë aty, por gjithmonë ëndrat, siç e thash, duhet të përndjeken me shumë punë dhe me shumë talent dhe asnjëherë mos nalesh dhe me një persistencë çdo ditore. Kështu që kjo pak edhe si mesazh që mi motivu edhe njerëzit e tjerë, ata që do na ndjekin. Kështu që me pak fjalë, Rina jo vetëm nuk është bërë pishman që është artiste, po thot rroft arti, rroft kinematografia dhe vazhdoni këngulni. Ky është mesazhi. Absolutisht. E bukur është që nuk është që unë jam bërë artiste, se unë kam lindë nga prindë, jam edukuar në atë mënyrë që nuk do të mund të kisha asnjë çast tjetër përveç të isha kjo që jam. Por që sigurisht në jetë do të mësosh të jesh edhe entrepreneur, të jesh një brand i vetvetes dhe në atë mënyrë të qash rrugë dhe të qash male dhe ujra edhe të vazhdosh vetëm tutje dhe përpara.
Rina, të falenderoj shumë, shumë, shumë për këtë bashkëbisedim. Unë vetë u kënaqa, po besoj, shpresoj edhe të gjithë ata që do na ndjekin, ishte me të vërtet një kënaqësi. Shumë falenderit të dashur, ka qenë shumë kënaqësi dhe privilegj edhe për mua për bashkëbisedimin edhe shumë, shumë, shumë jam e lumtur. Falenderit.